sajtë pas atij takimi të luftoj për Tiranë, ku sonte fillojnë aktivitetet e samitit të Komunitetit Politik Evropian organizuar nga presidenti Kosta, kështu që megjithëse duhet të jem atje në përfaqësim të Republikës Kosovës, nuk do të kisha mundësi të vizjam juve pas atij takimit, por desha t'ju njoftoj për disa prej çështjeve që i diskutuam në takimin e parë. Sot me liderët e partive kryesore në vend, siç e dini sot bëhet 1 muaj nga seanca e parë e Kuvendit të Kosovës, të cilën e kam thirrur me 15 prëm përputhje me kompetencat kushtetuese, por fatkeqësisht edhe pas 16 përpjekjesh nuk ka pasur rezultat në konstituimin e Kuvendit. Mos konstituimi i institucioneve mund t'i duket dikujt se dëmtonte rënd politikan apo parti të caktuara, megjithatë pasojat kryesore i kohat vendi ynë dhe të gjithë qytetarët tonë pa dallim. Kjo është edhe arsyeja pse në zbatim të kompetencave kushtetuese që i takojnë institucionit të presidencës, ka ftuar sot partitë kryesore politike apo bancët e koalicioneve dhe pak më vonë ta kemë edhe takimin me partitë e komunitetit të Shumicës për të diskutuar rrugën përpara sa i përket konstituimit të Kuvendit. Kushtetuta e Kosovës në ndër parimet themelore parashes se parimi i ndaljes së pushtetit apo parimi i kontrollit dhe balancit është një ndër vlerat dhe parakushtet të funksionimit kushtetues të institucioneve. Dhe një ndër shtyllat që parashihet aty është edhe legislativi. Në situatën aktuale me mungesën e kuvendit funksional, por rrezikohet ky parim kushtetues. Prandaj edhe sot në takimin e parë kam inkurajuar liderët e partive politike që në funksion të realizimit të këtij parimi kushtetues të gjejnë zgjidhje të përbashkët për konstituimin e kuvendit, që përveç se do të siguronte funksionimin kushtetues të institucioneve, po ashtu do të hapte rrugë edhe për krijimin e qeverisë së re. Në këtë takim fillimisht janë ftuar, siç e përmenda, subjektet kryesore parlamentare apo bancët e koalicioneve, dhe më vonë do të takoj edhe liderët e partive të komunitetit të Shumicës dhe pastaj edhe bazuar në kërkesat që do të takojnë edhe liderët e tjerë. Leoni të sqaroj se ky është vetëm takimi i parë dhe natyrisht nëse shihet e nevojshme nga java tjetër do të takoj edhe liderët e partive individualisht për të vazhduar pastaj edhe me formate të tjera sipas nevojës. Po ashtu sa për sqarim, këto nuk janë konsultime për krijimin e qeverisë së re, me që siç e dini këto ekskluzivisht i takojnë negociatave ndërmjet partive politike dhe institucioni i presidencës nuk është institucioni që përfaqëson ndonjë parti, por përkundrazi. Pra diskutimet e sotme, s'po punona ime, kanë qenë të fokusuara në tërësi tek çështja e konstituimit të kuvendit si një ndër shtyllat kryesore të funksionimit kushtetues të vendit tonë. Çfarë kam përmendur gjatë takimit dhe që dua ta them edhe sot është që disa prej pasojave me të cilat po ballafaqohet vendi ynë dhe qytetarët tonë nga konstituimi i kuvendit përfshin zvarritjen e panevojshme të procesit të disbursimit të mjeteve financiare nga plani i rritjes BE-s, llogaritën i afër 900 milionë euro. Do të ishte përfitimi i Republikës së Kosovës. Sikur kuvendi i Republikës së Kosovës ta ratifikonte instrumentin apo marrëveshjen mes Kosovës dhe BE-s për disbursimin e këtyre mjeteve. Disbursimi i parë është në vlerën prej 61.2 milionë euro, kurse përfitimi total i Republikës së Kosovës shkon afër 900 milionë euro. Që në fakt e bën Kosovën për capita vendin me përfitimin më të madh nga projektet e Bashkimit Evropian, të cilat sa i përket planit të rritjes nuk preken nga masat e BE-s, por me njëherë do të ishte përfitimi dhe jashtëzakonshëm do të ishte përfitimi i vendit tonë dhe i qytetarëve tonë. Pastaj dëmet tjera përfshin zvarritjen e panevojshme të proceseve që do të mund të çonin tek antarësimi qoftë në organizata, qoftë në iniciativa të tjera të natyrës ndërkombëtare, zvarritjen e miratimit të ligjeve, të cilat janë të domosdoshme për ecje përpara të vendit tonë dhe mbrojtjen e interesave të qytetarëve. Pastaj është edhe dëmtimi i besimit të qytetarëve në institucione, një prej prerogativave kryesore që e forcon demokracinë në vend, por edhe dëmtimi i imazhit të shtetit tonë ndërkombëtarisht. Tani unë dua që në fakt të përgëzoj të gjithë liderët pjesëmarrës për çastin e tyre konstruktive përgjatë këtij takimi, sa ato që kishin qëndrime të ndryshme në shumicën ndërmuese të temave, siç e dini edhe ju vetë, megjithatë me një qasje konstruktive dhe secili prej tyre treguan
që të gjendet një zgjidhje përpara që të konstituohet kuvendi sa më parë dhe të kemi një legislativ funksional. Nëse mund ta them kështu, ekziston një disponim minimal, i cili jam e bindur që do të rritet me kalimin e kohës, e cila shpresoj shumë nuk do të jetë shumë kohë e gjatë. Por çka ka dëshmuar takimi sotëm është se dialogu politik, dialogu konstruktiv, dialogu bazuar në parimin e respektit të ndërsjellë është i domosdoshëm. Është i domosdoshëm për vendin tonë, është i domosdoshëm për institucionet, është i domosdoshëm që të shihet dhe të ndihet nga qytetarët tanë, është i domosdoshëm edhe për imazhin që e krijon Kosova botërisht pra nga arenën ndërkombëtare. E dyta, meqense ka interpretime të ndryshme edhe rreth procedurave dhe rreth parimeve politike që duhet të respektohen në rrugën përpara, diskutuam edhe për zbrazësirat kushtetuese që kanë mbetur nga gjykimi i gjykatës kushtetuese i vitit 2014. Siç e dini, ajo gjykim nuk ka përcaktuar ndonjë fat kohor për procesin sa i përket konstituimit të kuvendit dhe ka gjëra që janë sqaruar shumë mirë, ka gjëra që tani janë subjekt interpretimeve të ndryshme. Si presidente kam shpreh gatishmërinë pas diskutimeve me liderët në këtë takim të parë që të shohin rrugën e parë nëse është e nevojshme. Megjithatë, për momentin mendoj që duhet të vazhdojmë përpjekjet për krijimin e institucioneve me vetë vullnetin e partive politike, por nëse kjo zvarritet shumë deri në masa që edhe më shumë dëmtohet interesi i vendit, janë disa opsione. Një opsion është që vetë deputetët ta shfrytëzojnë këtë të drejtë që u jap nemi 113 i kushtetutës. Deri tani OAK-ja ka kontestuar një vendim për qëllim të drejtë për së drejtë vetëm me formën e votimit, jo domosdoshmërisht për procese tjera. Mënyra tjetër është që unë si presidente e Republikës të shfrytëzoj prerogativat kushtetuese dhe të drejtohen gjykatës kushtetuese. Sot ajo çfarë kam shprehur para liderëve është që nëse do të kishte pajtim edhe nga ana e tyre, unë nuk kam ndonjë problem që ta dërgoj këtë çështje në gjykatën kushtetuese, nuk pat ndonjë kundërshtim nga asnjëri prej tyre, megjithatë ne do të presim nëse ditët në vot vijim do të rezultojnë me marrëveshje politike ose arritje të një marrëveshje më të gjerë për konstituimin e kuvendit para se të procedojmë me diçka të tillë nga institucioni i presidentit. Natyrisht se si do të veprojnë deputetët, unë nuk mund të komentoj për momentin. Pra, takimet do të vazhdojnë, diskutimet do të vazhdojnë, dialogu politik është i domosdoshëm edhe për ta shtensionuar do të thoya situatën politike në vend, sepse vetëm kështu arrihet edhe konstituimi i institucioneve dhe stabiliteti politik në vend, siç e kemi parë në të kaluarën, shumica prej jush kemi përcjellë zhvillimet politike në Kosovë që kemi të gjatë. Kurse sa i përket involvimit të gjykatës kushtetuese, si presidente pra kam shprehur gatishmërinë, nuk ka pasur ndonjë kundërshtim nga